E kemi një misafir të madh. Të madh? Të madh. Më i madh në vend. E keni një këtë këngë më i madh në vend. Po ç'është për fat. Ja e din ç'të këngë më i madh në vend, po çfarë më ta pyesim bujarin e din ç'të këngë. Pyesim. E ftojmë zonë për herë të parë ekskluzivisht për intervistë bujarin e madh me Duar Trokitje, pick up, bujari i madh. Mirë se erdhën Full Ship Show. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Bujari i madh, posh, nonën, pse bujari i vogël kurse ti në gjitha aspektet je i madh. Pra edhe i vogël si e, me thonë që fizikisht nuk je i vogël, nuk konsiderohesh i vogël. Jo dhe shumë. Me zonë je i madh. Me karakter edhe me karrierë je i madh. Pse i vogël? Pse e kin gjitë vetes i vogël? Ata kanë gjitë dikush. Nuk e di, pak më ka met nështë puna fiziku që është. Apo ja kin gjitë vetes? Jo, ka qenë emën artistik me u zgjedh nga që unë vi për një fshatit komunës Kamenicës, Hogosht, edhe mbjem një emë pak si me spec. Pse që me emë? Biçkaj. Ha, Biçkaj? Po. Edhe... Pra na e pas... Ekskluzive. Edhe kom zgjedh si jamën artistik me përforcu vetën me bujari vogël, nga që edhe... Po pëse sot e bujari i madh paktën? S'kom dash mi thonë vetit i madh. S'ke dash mi thonë vetit. S'ke dash jo me fjalë, po me punë. Po. E vete kësë gjatë këtë emën, bujari i vogël, vete kësë gjatë. Po, faktikisht, dikur, ma herët, kur unë e kom vendos me pas këtë emën, në atë kohë kemi punu bashkë me mentor Kurtishin, edhe si bised me ta, qap ta merë menja, thash, si emën artistik, me pravu, po, i pëlqej. Thonë, s'kisha thonë me lyp tjetër emën artistik. Me majtë në men. Po, edhe aty filloj gjithçka. Aty filloj gjithçka. Çka do më thonë kjo? Gjithçka. Gjithçka. Bukur. A më duket a kemi pas Biçkaj, ai djali që është i martuar me brazilianën? A është? Ai e doni apo jo? Më duket i njëjti emër. Edhe ai Kamenicës Gjilanit është. Po, edhe ai Kamenicës Gjilanit. Nëse ki diçka është i fshatit Hogosht. Po, e paske Kushërim duket. Sa përshëndes. Po, është i djalë shumë i mirë, i martuar me braziliane, Carmela ajo. Kanë një 3-4 fëmijë kanë bashkë, kalojnë një jetë shumë të mirë, i kanë pas një herë apo dy herë në emision. Interesant, po më duket këtë mbiemër ka, nuk e di. Sigurisht, nëse ka këtë mbiemër është i fshatit tim, se s'ka tjetër kundër. Si po kalon? Mirë Altin, mirë. Përgjithësi ka dash zoti shumë. Sa vite bën në Zvicër bujar? 22 vite. I bjen sa vjeçar ke ardhur? Do të thonë, ku marr 23 vjeçar. 23 vjeçar, tash pyetja tradicionale që s'kena kam shkuar, ka qenë vështirë për ty me ik prej Kamenicës marr me këtu në Zvicër? Zakonisht po, se unë para se marr këtu në Zvicër, do të thonë kam punu si arsimtari i kulturës muzikore. Okej. Në Kamenicë, po. Okej. Në shkollën Fanoli, kam punu për rreth 4 vite. Do më thonë, qysh 19 vjeçar, sa marrova shkollën e muzikës, ishte mungese e arsimtarëve të muzikës, për shembull, një arsimtar i historisë jepte muzikë. Edhe unë kam pas përparësinë që kisha marru shkollën e muzikës në Prishtinë dhe mu dha rasti, hyna punova dikun rreth 4 vite arsimtar në Fanolin Kamenicë. Në atë kohë për mu, me qenë arsimtar, ishte privilegj i madh edhe gjoja ma mirë që më ka ndodhur në jetën time. Okej. Ka qenë ajo. Po të e pa gjendjen, të e pa gjana që mundemi ma mirë, mundemi edhe... Lëviza. Gjithë, po, lëviza. Ti ke ardhur në atë kohë me... Ka marrë në atë kohë me vizpune, po si këngëtar, mas nej... A ke ardhur si këngëtar? Po, si këngëtar me vizpune. Edhe dikun 2010-ën, mas nej janë bo dokumentat me bashkëshortën në Itali. Edhe jetoj në Itali. Kam 2 vajza, një djalë. Jetoj në Itali? Po, jetoj në Itali. Cilën Si në Zvicrës? Jo. Vërtet e ke? No stres. No stresi? Jo. Spageti makaronit? Fjallin stres. Në Itali, rrallën të gjojmë. Interesant, për e se zbulova diçka të re. Pra të më thonë, shumë ekskluzivisht. Ti ke ik la stresi, ti ke ik ke shku të la spageti. Ka shumë gjana ekskluzive. Ka janë 2 gjona të ndryshme, spageti me stresin janë... Nuk përputhen, nuk përputhen. Pasha zodën se kam ditë që jeni në Itali. Jo, në Itali jetojnë në afër Milanës. Si vëlla, ti vjen çdo vikend me makinë, vjen këtu më kënu? Çdo të premte vi, çdo të dielë kthehem. Po tash që punoj vetëm të shtunëve, vi të shtunën mbrëmje, të dielën mes paraqiten para. Kur se kam ditë këtë detaj bujar, në një fëmijë burr. Po jo,
Po, s'ka ro mohabeti. Edhe me kur se kom ditë që ti je nga që jeton në Itali. Jo, jeton në Itali, që 2010. Kam jetu në Rom faktikisht. Ata kish marrë mendja me jetu në Zvicër? Asnjëherë. Se? Nuk e di. Çka? Lan, viral. Çka të pëlqen më mirë në Itali në krahasim me Zvicrën? Në Itali është jeta ma për gjithçka është më lehtë. Se në veri në Itali Mirë shqiptare vëlla bota. Po edhe pse në veri prap është më mirë se në Zvicër. Se në jug në Itali është ma stres, ma... Jug mosh. Me ta dhënë pasaportën e Zvicrës mbar me jetu në Zvicër ai. Shumë faleminderit. Zoti ta paguft. Nuk vjen. Jo. A jetu një ajo? Ja. Se shtojnë të shku viral ç'kjo video. Ç'kjo viral e kizit. Pasaportën italiane tash, po gjithmonë të majt edhe pasaportën e Kosovës. Kështu që Amo interesant, a? Interesant, se njerëzit vujnë marrë me jetu në Zvicër. Jo, unë normal, në Zvicrën e du, kam familje. A njerëz një afrimali unë që e ki shumë jaran. Shumë shpirt e kam ata. Shumë shpirt e ki, e di që e ki shpirt. Shumë shok e kam. A e po ik prej Zvicrë? Po edhe na ka mërzit goxha, se kemi bisedu edhe në emisionin e kaluar kur kemi qenë për vitri. Afrimi na ka mërzit goxha që për e lën Zvicrën, po o zgjedhja ti edhe bravo. Jo, ai e bën sigurt vjen premten ik diellën. Po. Se tash për ignoran fije, se realisht një artist është vështirë me pak problem. Problem është me jetu në Zvicër. Artist. Po. Kur ke ardhur në Itali, a më njëherë je marrë me muzikë edhe ke mujt me jetu prej? Faktikisht unë kam marrë në Zvicër mas pari, që në 2003-ën, dikon 7 vite kam punu me vizë pune. Mas nej më bon dokumentat për në Itali edhe gjithmonë edhe pse kom jetu në Itali s'kom punu asnjëherë. Do më thonë në Itali s'm ka thonë kërkush puna marr. Në Zvicër po. Atje kam të hap një lloj firme, sikur i pavarur. Në Itali? Po. Po. Ç'është quhet në gjermanisht self-ständig. Self-ständig, po, self-ständig. Po, edhe atje paguaj tatimet, normal. Çfarë firme është ajo, bujar? Nëse do më thonë si këngëtar, paguaj tatime. Ti vetë si artist, pra, do të thonë me qenë rregull me shtetin. Po, me shtetin jam rregull atje. Qysh në 2011 e kam hap atë firmën. Këtu a keni pas ndonjëherë problem bujar se këtu shpesh vinë këngëtarët e i paguhen nxezë, marrin parë nxezë kështu për. Unë jo, fatmirësisht nuk kam pas, se gjithmonë kam punu me rregulla këto, me vizë. Tash më marr. Janë disa këngëtarë që janë të ndaluar duket në Zvicër, me sa di unë, apo jo? Po, kam pas ndalesa, Ka ndalesa shumë për artistëve. Edhe pse nuk e quaj shumë. Po, të marr parasysh që tash kam edhe pasaportën italiane. E kam drejt një lloj vize 90 ditë për një vjet më shfrytzu. Jam rregull edhe me këtu edhe me atje. Po si bujar në moment shqiptarëve që u del pasaporta italiane apo greke apo austriake turp për Zvicër vinë ti thuj jo Zvicër. Unë e kam pas fatin e mirë që si familje na ka pëlqyer Italia, jo vetëm mua, po edhe bashortës edhe fëmijëve, se ndoshta të kisha pas një presion për tyre, ndoshta edhe unë kisha zgjedhur Zvicrën. Po fatmirësisht edhe bashortës edhe fëmijëve ju ka pëlqyer gjithmonë Italia, jo Zvicra, edhe normal. A ka shumë të Kosovës aty ku jeti? Ku jam unë, jo shumë, nuk ka shumë, më shumë ka të Shqipërisë, po. Si keni marrëdhëniet si shkojnë? Shumë të mira, po, shumë të mira. A janë raporte të mira shumë. Në Itali a janë të mirë shqiptarët në përgjithësi? Përgjithësi tash mal pa ok nuk ka, po unë mendoj që kanë filluar mu vetisu, kanë filluar mi lënë xhanat e këqija, mi u kthy punëve të mira, edhe është një lajm i mirë, besoj për shqiptarët si Shqipërisë, si të Kosovës, si të Maqedonisë, është një lajm i mirë se kanë filluar mi lënë punë të këqija. Okej, interesant. Interesant që punëve të mira, mos me shkel ligjin, mos me tash. Ja, mirë shumë. Ka dhe pikë që e bojnë, po mos më urojmë ato pastaj policia s'ka çfarë më punu, më mirë të më pas do shkelje. Po. Më shpas do shkelje për me marr rrogën e policia shtetit. Po. A ka edhe në Itali atje afër Milanos lokale ose evente komunësh me knu? Marash me thon drejtën, unë asnjëherë nuk kam tentuar me knu në Itali. Nuk e di pse. Ke pas ftesa? Kam pas ftesa, po gjithmonë i lidh me Zvicër, shoqënien këtu, rrethin këtu, familjen këtu, kam shumë familjarë në Zvicër që më jetojnë, edhe kum kriju një rreth goxha të madh këtu, nuk më ka interesuar asnjëherë me kënu në Itali. Nuk e di pse, po gjithmonë i kum refuzu. Edhe pagesa është në Zvicër pak më mirë. Pagesa apo e ke njëjtë, po du më thonë që nuk më ka tërhiq me bone koncert ose në mramje atje, edhe pse kum pas oferta,
Jo, oferta mos ta marr, oferta të marr, po kam pas oferta, po E, kam preferuar Zvicrën. Bujar, kur ke nis me këndu? Kthehemi pak tek jeta artistike. Kur ke nis mas pari? Mas pari, unë në moshën 12 vjeçare jam regjistruar në Hogosh, në fshatin tim ku kam lind, jam regjistruar në shoqërinë kulturore artistike Jeta e Re, ka qenë shoqëria kulturore artistike. Aty jam regjistruar në moshën 12 vjeçare dhe kam filluar me koncerte, domethënë qysh në 92-ën, me koncerte në atë kohë, u kënoshin këngë patriotike, u kënoshin këngë tjera. Kemi marrë pjesë në për festivale, kemi marrë pjesë gjithanej Kosovës, besa edhe në Lugin të Preshevës në atë kohë kishim koncerte. Edhe që moshën 12 vjeçare, mas nej u regjistrova në shkollë të muzikës Prishtinë, edhe aty mora pak ma seriozisht. Muzikën e keni pas si tradit familjar, apo veç vetë je interesu? Jo, fatkesisht jo, do më thonë për familjes i vetëmi jam që këndoj. Babi, familjet janë marrë me gjana tjera, kështu që jam i vetëmi që kam dalë. Veç shumë herët je interesu për muzikë? Po, qysh moshën 12 vjeçare, kam qenë në shoqëni aty, kemi pas koncerte, mas nej babi më regjistroi në ty falenderoj atina që më ka përkrahur gjithmonë. Më regjistroi në shkollën e muzikës Prishtinë. Marrova shkollën e muzikës, mas nej kështu vazhdoi jeta. Mos ishe marrë me muzikë, Bujar, me çfarë do ishe marrë? Tash sikret shqiptar, ta guxoj me thon, po, me futboll, sigurisht. Futbollin e du fort. Ke talent? Po kam lujt. A lun dikush prej familjes? Jo, po unë kam pas në shkollë fillore, në shkollë të mesme, kam qenë pak më i dallum në futboll. Jo në far futbolleri i madh, po. A lun djali jot futboll? Po, djali im është i angazhuar tash në futboll, është me një shkollë të Juventusit. Juventusit? Po. Okej, në Itali. Në Itali. Okej. Është shumë mirë të shku. Shpresoj Okej. në bu sa më nalt me po. Po A besoj është që a është vështirë a do të më pas një kriter më fut në shkollën e Juventusit? po. Ai ka kalu I ka kalu gjitha. Pra, që ka talent i mirë? Po, shumë mirë, është të shku shumë mirë. Biles tash kohën e fundit e kanë zgjedhur edhe kapiten të ekipit. Se është pak çakall, flet. Okej. Edhe normal ekipi. Kapiteni i ekipit. Po, është kapiteni i ekipit. Bravo. Edhe mirë. Mirë Sa është të vjeçar shku është? shumë 15 ka bot tash. 15, na do të marrë në emision ai, si e ka emrin? Po, Ergi. Eldi. Ergi. Ergi. Te emisioni më artu me t'i bodo pyetje ty se babi nuk i din krejt informacionet për ty nërta, se qa bën ti të fusha, qysh sillesh me shokë, me trajnere, me... Mirë. Ashtu, do na vishi. Momentalisht është shumë mirë të shku. Bravo, Jam i suksese. kënaqur shumë. Jam faleminderit shumë. Hade, inshallah shikojmë lart dhe më lart. Faleminderit. Djali a interesohet për muzikë, ama pak? Jo, ka fillu tash më nxu do këngë kështu e shoh në makinë kur hypum, ka qef në YouTube e lidh me makinë, telefonin. Ka fillu, po jo në interes diçka më marr me muzikë. A mos ke dashur edhe vetë ndoshta me mësu muzikën? Jo, unë A ke tentu? Kam qenë kundër. Pse? Nuk e di se Qa ke kundër kësaj fushë? jo, nuk kam kundër kësaj fushës, po nga që baba i vet ishte me muzikë, këngëtar, edhe mos më shku gjithë familja me drejtim, me pas lloj Po. angazhimesh. Për shembull, vajzën e madhe kam 19 vjeç, ka kryer një shkollë private në Lugano, është për financa, ka fillu punën tash, njëkohësisht edhe fakultetin e fillon shtator. Bravo. Djali me futbollun, me muzikën, nuk kam qef. Vajza e dytë është ka qef më shumë ka mjekësia, kështu që mi pas lloj ngjyrash në familje, profesionesh e kam fjalën. Bukur. A ka ndryshu stili i muzikës live i asaj kohe me sotit? Qa ka ndryshu, Bujar? Qa është ndryshimi mes asaj kohe dhe kësaj kohe? Ku është diferenca, qa ka ndodhë? Se tash, realisht në dikur, kom shku në muzikë live, kom shku dikur, edhe kohët e fundit e kam këtë shokun që më merë me veti, edhe më thot, hajde bëtaj herë, shkojmë takshirë mi gjibohet anej. A mu përpara dobija që vëllëshoni me në dhonë dorën, s'na kanë arë me në dhonë. Po bre. Tash për në japin dorën se cila i respekt, ashtu respekti po më duke. Po. Zoti ju dha rreshet edhe juve që keni Po ju nimojmë, domethënë. Që keni menduar për neve si klienta, se ka lezet më ardh 30 bija me ta dhonë dorën, aty është diçka respekti teprum. Amo përveç që ti është pak e egzageruar. Ha? A është pak e egzageruar pak? Edhe unë mendoj se është pak e egzageruar. Po tash nuk e di, koha na shtaj për unë këtë far sistemi. Mu nuk është që më pëlqen ai sistem. A mos është shpirti i fundit, flas kështu tash se
po jap mendime, nuk e Po. di. Njeriu formohet artistikisht dhe bën një karrierë. Po. Edhe kur e shef që është të dash me falimentu apo me dështu, mundohet me bënë një skandal. A me bënë një budallik, a me folë një pislik, për me metë në qendër, mos me dështu. A mos është fundi i muzikës, live-i, tallavase, këtë gjonave, tash i kur ka fundi, për me majtë me zër, i bine dhe bijat me të dhanë dorën, edhe nështë ta me majtë edhe pak mendim. Nuk e di, ka nënca të saj punës, besoj, po problemi është që shqiptarët që jetojnë në Zvicër nuk jetojnë pa muzikë. Nuk jetojnë pa muzikë. Pa muzikë nuk jetojnë. Shqiptarët e Zvicrës janë më të kallët për muzikë, a? Po, është e vërtet kjo. Kjo është shumë e vërtet edhe është dokumentuar me shumë gjana. Kështu që unë menoj muzikat në për diskoteka kam fjalën, është sistem tjetër. Në për këto muzikat pak më të vogla është sistem tjetër, po sido që tjetë shqiptarët punojnë 5 ditë për shembull, nga ona deri të premten e shfrytëzojnë, dalin Absolutisht. me bo një relax, me bo pak një qetësi, ku digjon. Po du me thonë që Ja, shqiptarët pa muzikë nuk jetojnë. Nuk jetojnë, S'menoj e di, që ka e me di. kon fundi i muzikës live. Veç e mendova, Si ta thashë, mos jo, s'ma të merr Tallavaja mendja. po mendoj. Po. Jo live, se live është gjithmonë Po, të fjalët e muzikës Tallava që janë disa lokale që e kanë në Tallavaja në. Nuk ma merr mendja që ka me, jo, s'ma merr. Okej, vetëm po, mendova po. thash mos është se Mu nuk ma merr mendja. se këto bijat pse më na dhon dorën, s'e dorë me ditë. Pse duhet Po, marrë me na dhon çfarë dorën? bia, ju mos shkoni tash. Po jo, problemi është muzika, nevojë marrë me na dhon dorën, e bija, ku jeni Po, ju? dhe si Ku jeni s'kine të mbajnë, të mbajnë, ç'është këtu? Veç e përshëndet Mora- larg edhe Po dhe, unë vi me pi një gotë, me një gjuhë muzikë, me një gjuhë bujarin, ose ti koncert u knu aty, po marrë me na dhon dorën krejt se cila, ose di, ai keni, i majnë do palloma kështu po plak. dhe, ai keni lo njeri, po s'ka nevojë me na dhon dorën. Dezinfektojnë, po. Rënë Allah për larg Për aty. shembull unë erdha këtu kam gjysë ore, kjo motra jon. Po, çe kjo? Çe sa urdhë kjo? Çe? Ai do pas sa urdhën kjo Ja, bija si shpirt këtu. po rrin këtu nuk kon fol. Që të Po, bujar, që bre. të sahon. Pas kam mirë. Po, ta, a shef sa, na bija tona i mojmë Po pra çdo. dy bija këtu mu s'u foli Serioze të asnjëna. mira, mojnë Bravo. në një pjatë bëjnë me Jo, jo, shërbim. Ato t'jujat mo të respektueshme, bravo. Unë pju drejtona përmes kamerës. Kujdes. Vjen njeri, më jep një dorën, s'keni nevojë. Ate, po ta kupton. E përshëndetje Ate bilargut. ç'është për lart, ka Si më nevojë erdhi? më dhon dorë më pasha. Për ne më s'ka nevojë. Po të se edhe lodhje për to, Dikush ka qef, për edhe shembull, lodhje. shoku jam kënaqet këtë. A thu? A kur vini japin dorën ç'është për vetë, he bro, po, që janë të mjoft këtë tot. Këtë Ç'kan këngëtarët, ha se unë këtë ndohen mu. Marashi nuk është në kur si jam kon, se tim. jo këtë Ja, sistem. tamam, se di. Ja, Unë Marashi shpërndaj dush- ku pak se ç'është ndodhur. Dush me përjetu edhe këtë Bujar. mesi, dutna. Përveç kësaj që the është e egzagerume. A është e egzagerume ndoshta? Pra po flas, se zot, s'du me hy në gjunaz me fol, me hyn ha kërkuj, po unë e mendoj. Me marr parë një lloj ajo bija që më jep dorën mu me ty që kënon ton natën në shkyet fyti. Fjala E mira e këtë kësaj, edhe nëse i marrin ato parë, inshallah i çojnë familjes vet. E mira e këtë A ja o qojnë, asa qojnë? Shpresoj po. Shpresoj po. Okej, a është Se fair? sa më shumë familjar, sa më shumë familje që mbahen pi punës që e bëjon për Po, shembull. aq më mirë. Unë jam i kënaqur. Absolutisht, po. Sido që tjetë, unë jam i kënaqur. Po, ka edhe pi atyne që Sa ka qenë shumë ma madhe bakshishit që ke marrë anë dasë, ma në event, anë fejesa, anë muzika, anë diskotek, ku di unë, ku ke këndu, që ke këndu gjithka. a me rajt, Mos më A rrej. guxoj? Ja, Zguxoj me rrej. muish mos më rrej. Se ka shumë që më rrejnë. qa po thu motër të jam me Fol pak folë. më. Ma thuj çfarë shumë ta shkryj këtu. Një shumë që e ke marrë mas shumë ti. 25, jo, ja s'po të raj. Ja, mos më rrej. Sa ka Fatmirësisht. arrajnë disa që thoi 25-30 mijë çështë, arrajnë ajo. Valla ka pak, po. Arrajnë ka pak. Nashta ka Okej, pak. hajde më thuj sa e ke marrë shumë normal. Unë nuk po foli me shifra, po du me thonë jam gjatë këtë karrierës time që kum bo, Po. na për dasma, na për diskoteka, na për muzika live, na për gjithkon ku kum performu. Mos gabon se jena në rubrikën. Po. Okej. Edhe jam shumë i kënaqur me vlerësimet që më kanë bo, ata që kanë ardhur më kanë dëgju. Më kanë vlerësu aq mirë sa që nuk ka shifër që më me pagu. caktu me thonën që kjo është shifra edhe do më thonë atë dashnin që ma kanë thonë, atë vlerësimin që ma kanë bo, Është milion. edhe 20 frank mi ka qitë dikush, Është milion. për mu është shumë e madhe. Bravo. Edhe i falemderoj deri
në ditën e Kiametit. Ama futesh edhe realisht bujar të këngëtarët serioz, këngëtarët e mirë. Seriozisht? Seriozisht po Mos ta më them. bë qefin? Jo, sinqerisht po ta them. Kam respekt. Faleminderit shumë. Të shoh aq sa të njoh, shoh një njëri i kompletuar, njëri familjar, I i kom dhënë serioz. rëndësi kësaj pjesës shumë. Edhe sinqerisht ta vlerësoj këtë pjesë, edhe e ke duke, është e dukshme kjo. Shumë faleminderit. I kom dhënë rëndësi shumë, i kom dhënë rëndësi kësaj pjesë. Absolutisht. Se kjo edhe të mban në treg. Po, fatmirësisht. Se dikush edhe e humb fillin. Po, normal. Edhe s'di Normal, mbrapa- edhe dalin edhe deklarata pa lidhje edhe Po, pra. flasin gjana Po, pra. pa lidhje si s'ju takojnë. Dikush dele flet. Miren me budalliqe, tema që s'ju takojnë. Kjo është ideja. Unë kam pas kujdes në të gjana. Bravo qoftë. I kom dhënë shumë rëndësi me qenë njeri mas nej këngëtar. Çfarë do Apo vjen se mbyti malli, shpirtin e kam pik të hallit. Apo vjen, po du me të pa. E fort kjo këngë. Hajde bujar, të më diçka i herë. Hajde bën ma dis. Me të kënu, Hajde bën ma dis në herë. Disney? di morëm ty me ta Se bëdis une, është... diçka që ta jo mu, po diçka një stroftë këngës tonë apo diçka. Unë ty Ta me një ta gjojmë pak. bëdis është problem. Ty e kam një këngë për këta. Hajde, për mua, E kam hajde. një këngë për këta, se po du m'ja kujtu pak një vend që ky e donë shumë. Zoti hajde boft. Gjilanin? Këshyri A shoh. guxoj? Hajde. Me ta kujtu një vend që ti e donë fort. Hajde ta shohim. Mas venit ku ke linti, ata donë vendin e dytë e ki më të preferuar. Kjo tha Gjilona. Se cilën vend po duhet. E tha marash. Ty Gjilan nga do të shkoj, të kam në zemër jo s'të harroj, o sa mall që kam për ty, një kafe në kristal me pi. Një këngë shumë e mirë e kolegut tonë Borim Eminit, cilin e përshëndes. Po du të më përshëndet se këta ne këpusin në për YouTube na çojnë. Po, ja, përshëndes Borimin e kam shumë jarane, kam Shumë e gëzo. Edhe diçka Një tjetër. këngë shumë e mirë edhe do shtë ty me të Bravo, përshëndet se e di që ti Gjilanin e ki Unë Gjilonin, favorit mas venit ku ke lind. po, unë du vendlindjen e unë sheh bujar. Zdiskutohet. Unë konsideroj Kosovën edhe Shqipërinë një. Bravo. Edhe nuk e them veç sikur e thojnë do njerëz se thojnë janë anëz, dini të fjalë më fol veç janë E ke anëz. dokumentu me shumë sene. Unë e njoh Kosovën, e njoh Shqipërinë, unë i konsideroj të dy janë njësoj. As i fije më shumë Shqipërinë se Kosovën sa nuk e du. Sepse e di që kjo tokë është e Shqipërisë dhe Bravo. pikë. E para, e dyta, unë kam gjak të familjes të varrosur në tokë Kosovës para 80 viteve. Sidomos në zonë Gjilanit. Edhe pa e ditë, tash e kam zvulu. Po, vonë. Para verën e kalume e kam zbulu, e kam gjetë. Pra do më thonë mu më lidh historia, edhe e di që Kosova është Shqipëri. Sa i përket Gjilanit, nuk e kam ditë kush është Gjilani, se kam njoft hiç në fillim, Normal. por kam i respekt veçantë për Gilanxhit se Ana Morava, duke filluar Kamenicën e kap. Po. E kanë një stil jetë pak më ndryshe se sa pjesa tjetër, edhe e Shqipërisë, lemo e pjesa tjetër e Kosovës. Po, falim. Janë pak më të hapur, më open mind, më qetë, më turt, më punëtor, pra do të thonë, analiza ime është. Po, normal. Ata qohen pikë të mëngjesit bujar, edhe ja shoj njëri tjetrit për e flasë sho në aspekt dashurie dhe në aspekt shoqëror. Edhe tani o birë, nuk ka tjetër zho atje veç o birë, të thënë njëri tjetrit, ama i respekt, një muhabet, një shoqënia që mirë, mua më lën përshtypjet mira dhe kam i respekt veçantë për këtë qatë zonë. Edhe shoqërzohet që është ashtu. E respektoj se i kam edhe domiq shumë mirë. Përveç shokëve që i kam shok shumë mirë, kam shoqëri shumë mirë në Gjilan. Kam edhe miqt, që se kam ditë se kush janë miqtë e mi, kur jam lidhë me nusën time, se kam ditë ka babas, nanas, migjas, doj, por fatmirësisht më kanë qellu shumë mirë, edhe e dua atë zonë, mirë që na knove, faleminderit Zotit Rujt. Tash na knu dhe tjetër, më ishme na knu për diçka që tjetër. Për Prizrenin do një mëse ki? Po. Hajde për Prizrenin, ha ke diçka. Prizrenin është kanga që çdo këngëtar e këndon. Po Prizreni jonë. A kupton çfarë do të thonë kur ke repertuar, karrierë dhe repertor gjatë edhe të madh. Nuk mundesh me ndonjë. Prizreni jonë, ty të kam dashtu në për gjithmonë, në ty urrita e u shkollova, shumë kujtime me ty kalova.
U emocionu, Maro? Bravo, po patjetër normale. Përshëndesim krejt Prizrenalit. Faleminderit shumë. Unë e kam shumë dasma në Prizren. Është një ndër vendet që kam mas shumë t'i dasma. Kaloj shumë mirë. Po, presin mirë. Shumë mirë, ekstremisht. Ku i bëjnë dasmat më të forta, Bujar? Cila krahin, Tash, cila zonë, cili qytet, cili fshat i bën dasmat më të forta që e gëzon një artist me shku atje me këndu? Lugina Preshevës, Preshev, Bujanovc, unë kam shumë kërkesane edhe kam shumë dasma. Atje kaloj ekstrem mirë. Okej. Shumë mirë. Ta japi një dashni të veçantë. Din me të vlerësu në njërë të veçantë. Mas nej për Kosovë, Gjilani bën dasma të mira. Jo si dikur i kam bodha më të mira, tash sikur ju në zbe pak, po prap Gjilani e ka atë, Gjilani Kamenica. Mas nej Prizreni thash, Prizren Soarek, atje janë dasma ekstrem të mira, Amo, shumë të mira. gjitha ne e ka në fakti parë. Po, Peja është pak më zbet. Pse, më zbet peja? Nuk e di, më ka rastis me një dasëm, të një shoku im, fillum në të bo muzikë edhe të shuqun dikun një 20-30 vjetë me valzu. Po valzeshin qifte tek, kështu jo në rreth, që shvalzohet në përvene tjera, edhe mas një gjysore e thirja të shokun tim të ofër bines aty, thash, a nuk on regull diçka me neva, ko problemi? Tha pse? Thash, po shumë pak vetë janë të valzu. Jo, tha, kjo është super. Tha, këtu ma shumë se 10 vetë nuk valzojnë. Do më thonë, na kështu marrit një botë 30. Ashtu, a? Thash, po kallën e mare. Çashtu në pej nuk vallzojnë. E në pej është pak më ma ndryshes. Pak ma ndryshe, sistemi është i dasma ndryshe. Kurse në Prizren, bam të pani, 300 veti kinë valë. Normal, çashtu gjithmonë kemi Sa pasur. dasma i ke të rezervuar për këtë verë që vjen? E unë e kam një sistem ndryshe pi këngëtarëve tjerë. Qysh është ky sistemi jot? Ky sistemi jam është pak... Se kot nuk e ki ngjiti Bujari i Pak- vogël, se ti pak- bën shërrinat më apo? Unë pi fillimit, faktikisht, pi fillimit, ndoshta dhe jam këngëtari i vetëm, që çdo 5 natë, një natë e lot lirë. Pi fillimit karrierës. Okej. Kur asnjë sezon dasma nuk kam kënu çdo natë. Kjo është shumë e vërtetë edhe shumë lehtë. Ja kushton familjes besoj një natë apo jo? Do më thonë, jo familjes, ja kushtoj se normal familjes po ja kushtoj fytit. A fytit po, me rujt vetëm. Se unë alkohol nuk pi, duhan nuk pi, edhe nuk stimulona pi kur gjatë gjana tjera. Okej. Kështu që ato që më ka dhënë Zoti du me rujt. Okej. Çdo 5 natë një natë e lot lirë. Ato datat e lira nuk i di kurkush. Për shembull, më thirr Altini shoku jam, unë e kam 5 gushtin të lirë, që e kam lënë urgjent pushim me shkruaj atë. Okej. I tham jam i zënt, raj. Faktikisht raj se Se tash nuk kujdes. Altini e kam shumë jaran, e kam shumë shok, nuk më thonë jo, kështu më Po mirë i para thonë. vetes nuk mundesh me po, vendos pra, Altinin, po. Jo mi zënt edhe jemi në rregull. Okej. Ditën nuk knoj, asnjëherë. Së ditën? Nëse knoj ditën, natën e lot lirë, se me knu natën edhe ditën, njonit kemi aprish dasmën. Pra nuk është që ti je i fokusuar te veç te parja. Jo. Parja është në rënd dytë, në këtë drejtim është në rënd dytë. Pra s'po shikosh e parën, ti po Jo, shikon asnjë. më tepër cilësi. Se me shiku parën, për shembull, 29 korrikë nuk e lot lirë. Po, okej. Se është data më e kërkume. Po. 4 gushti nuk e lot lirë, 9 gushti nuk e lot lirë. Po. 24 korrikë nuk e lot lirë. Për shembull, pi marr me Ti kallzohet të data që i ke thirrë, Jo. s'godën as me rrajt më. Jo, e mora si shembull. E mora si shembull. Vetëm shembull. Po du me thonë Kur që ti dikur s'godën të thonë jam i jo, ndonë. po du me thonë që shoshnia rreth i ngushtë i din këto. Kanë mirë kuptim, Po, besoj, jo? besoj po. Po. Po nuk më ka ndodhur asnjëherë me knu ditën edhe natën. Okej. Nuk kam pas guxim. Dikush e bën. Dikush e bën ditën, natën, i merr 35 dasma, 40 dasma, nuk e ka problem. Unë s'moj për veti. Okej. Nuk guxoj me marr. Amo S'është përgjithësi e madhe. i rezervu mirë për këtë verë, ti sa dasmë e ke? I full. Full. A do është në një apo jo? Jo, S'don, s'do hiç. asnjë datë se kam të lirë. S'ke si do të lirë. Asnjë datë. Tash kemi fillu 2026-ën kemi goxha mirë. Ç'a thu? Bravo të qoftë. A shkon vetëm apo ke një band tondin apo si shkon? Vendi im është Triada, A me triadën. Feridin e njeh. Po, Ferid përshëndes. Feridin, Shumë i mirë është Feridi. Flakroni me sim. Edhe Flakroni, edhe një- Fatosi. Edhe Fatosin i Ju përshëndes se përshëndesim, tre ana. triada grup ju përshëndes Ju gjithëve. përçafoj. Ë, Ju du shumë. Që sa ka të bashkëpunoni? Me Feridin Flakronin bashkëpunojmë dikon 17 vite bashkë. 17 vite. Kurse Fatosin e kemi marrë në orkestër vitin që shkoj, vitin e kaluar. Edhe nëse shkon diku në një dasëm, gjithmonë jeni si grup. Gjithmonë bashkë. Nuk shkoj vetë asnjëherë. Në sezon të verës, pa orkestrën time nuk shkoj më asnjë vend. Kam oferta që më thirrin,
ku marr orkestër tjetër, këngëtar tjetër, a mundesh me ardh vesh ti? Jo, nuk pranoj. Pa orkestër time nuk shkoj kërkon. Verën e kalume, bujar tash dysh me ma vërtetu se ti je në ngjarje, verën e kaluar, domethënë vera që kaloi, para kësaj që ka kaluar, ka qenë full me dasma, në bazë të asaj që kam pa në rrugë, makina, dasma, restorante full. Kjo vera sa po ka kaluar, domethënë, nuk mu ka dok mu që s'kam pa shumë dasma, ka qenë vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Te na nuk kanë ndiku, fatmirësisht, nuk kanë ndiku, po na si zakonisht pim kafe me kolegët tonë, e kum ni që ka pas mungesë dasmave. Viti kaluar, vera kaluar. Jo me një mas të madhe, po u vret. Ka pas mungesë. Pa unë e kam vrejt vetë, se unë s'kam qenë muzika po me kënu, po ka kam kalu në për rrugë, në për gjona, si kam pa lokalet full, si kanë qenë. Shumë e vërtet. Pra kjo verë që vjen është... Kjo verë që vjen, tash se pi bjem me fol veç për veti. Po për veti fol... Fatmirësisht na kena punë shumë, kena kërkesa shumë. E kush është këngëtari jot që ti e merr me veti me kënu mas bujarit vogël? Që thu ky këngëtar apo këngëtare përshtatet me ty për me e kall atmosferën? Ta shton si... Kombinimi më i mirë joti, kush është? Si favorit, pi krejt këngëtarëve, favorit e kam Imer Bajramin, e kam edhe mik, e kam shok të mirë, him dalim familjarisht me ta. Imer Bajrami, kur është aty dihet, që se kam pik problemi, mu përshtat me ta, e kena dokumentu në shumë, edhe në emisione, edhe në përdasma. Po, ka shumë këngëtarë, për shembull është Armendi, këngëtari i Bitonis, që kemi punu gjatë me ta, jemi përshtat shumë mirë. Dikur, Burim Emini që thash, e ka kënu kangën ty Gjilan zemër të kam, dikur kemi punu shumë bashkë. Burim Emini. Edhe me ta jemi Burim Gjilani. Kush është ky Burim Emini, jam pashkujt dikush i herë të numri ty Gjilan zemër të kam e ka kënu i pari Burim Emini, do me thonë kanga është e Burimit. Ta shofa, a është ky njëria jo? Atëherë vetëm pak, i sekond bujar se... Dikur, po. Dikur kemi punu bashkë me Burimin, jemi përshtat shumë. A është ky vëlla se pas ka shkrujt? A është ky? Ky është, po. Ky është? Burimi, po. I sekond Burim se të kërkoj falje, është një numër pune që... Edhe Burim Emini. Më pas ka qu video, më pas ka qu shkrim... Ja vlen me pas një intervjist Burimi këtë, se është një djallë shumë punëtore dhe ka bo një kongë shumë. Më dhe se kontaktoni. Okej, më pas ka shkrujt, mirë po dikush nga stafi është përgjigj pa e ditë se kush është. Sigurisht. Edhe kështu që unë kam numrin e punës këtë ditë. Burim keme konë pjesë e full shqipshohut shumë shpejt. Unë do të dërgoj një ftesë personalisht. Po. E ky ka këndu këtë kongën o ti Gjilan nga... Gjilan zemër të kam është konga e Burimit. E Burimit, a? Edhe është... E kanë kënu shumë këngëtarë mas Burimit, që kanë bo cover, po unë mendoj që Burimi e ka kënu më smiri, edhe është shumë këngë e mirë, edhe është u këndu shumicën e kohës në për evente, në për... Kombinimi nga gjinia e kundërt, kush është që ty ta kënosh loqë në zemrës kur të kënosh me ta? Do me thonë që përshtatemi shumë, unë kam dasë ma shumë me Besar Tareshanin, kam dasë ma shumë me Majlinda të Panicën, kemi rastis me Pandorën e Shqipërisë, kemi rastis me pas shumë dasma me ta, jemi kombinu perfekt, Afrodita Alshani, ka shumë këngëtarë më falë nëse në një muj me harru, po... Amon, në gjitha këto të katër të që i përmene, cila është kombinimi që ti kështë thonë, kjo më përshtatet më smiri? Po faktikisht me Besartën këm pas ma shumë dasma dhe besoj që jemi një... Besarta, a jeton në Kosovë apo në Zvicër? Në Zvicër. Në Zvicër jeton, a? Në Zvicër. Që se kemi pas asjerë në emision Besartën ne? Jeton edhe vepron në Zvicër. Okej. Kështu që mirë, me Besartën kemi pas shumë dasma, jemi kombinu mirë, po dhe me Majlindën, edhe me Pandorën, edhe me Afroditën. Jom tip që kombinona shumë letë, jom i kollajshëm. Çfarë do eventet pëlqejnë mas shumë tja? Dasma, po në lokalet vogla, në diskotekat mëdha? Faktikisht marash, dasma është... Sa është e mirë është edhe përgjithësi e madhe. Se për shembull me një event, me një diskotekë, ose me një mramje dikun, edhe mos me qenë mirë me fytin, nuk ose vreje shumë, ose nuk ose po i bërkesh dikujt. Dasma është përgjithësi e madhe. Nëse ti nuk je mirë, ose nëse ti nuk e ki atë vullnetin me bo mirë, dikujt i kushton shumë. Ai që të ka ftu, i kushton shumë. Kështu që unë kam shumë kujdes të dasmat, edhe i du fort, edhe
janë shumë me përgjegjësi të mëdha. A ka ndodhur një herë që ki pas grip pa diçka që s'ki mujt me shku ndasme, a një natë përgjësin tani si presion? Shumë. O në i të lash. Ekstreme një si presion, po ta thash edhe më herët, kam shumë kujdes. Gjatë verës nuk përdor ujë ftoft, se kam probleme me fytin për pak ftofëm, jam tip që ftofëm për pak. Kam shumë kujdes gjatë verës. Kështu që normal ne grip të vogël ne herë, kështu po jo me më pengu në performim, këndim s'm ka rastis ne me më pengu që mi bu kesh dikujt. Bujar, a ka ndodhur në herë në jetën tuaj artistike që dikush që ju ka ftuar ndasëm apo diçka ju ka parë si njerëz që duhet me kry punën edhe është sjellë arrogant, se ndodh shumë kjo. Fatkeqësisht Ndodh shumë që disa njerëz janë vetë pëlqyer, ju pëlqen vetja, i kanë dopore e kanë besimin te vetja dhe tash e shohin një artist apo një grup që i ftojnë, ej, ti që të punë ki dhe bollë u kry puna, a ka ndodhur një muhabet kështu që keni pasur? Fatkeqësisht ka tendenca me boks, si lloj gjanash, po deri sot fatmirësisht na nuk ja kemi leju kërkujt, se të ke fundit na kanë ftu vet, nuk i kemi shku me zor. A ka pas në herë rast që tu ka mush mendja mu që me ik pa janis? Jo, deri në atë pikë jo. Deri në atë pikë jo? Jo, deri në atë pikë jo, po këto tendencat e vogla me kallëzu që unë jam zot shtëpie këtu. Po. Ka pas tendenca, po jo të egzagerume, jo diçka të theksume. Okej. Niveli vogël, po ndodhin këto gjana, ne nuk ja kemi leju kërkujt, se e kemi kry punën ashtu siç duhet, kemi dhënë maksimumin në çdo dasëm, unë edhe grupi im, kështu që besoj. A keni moment të veçantë që mundesh me thënë kjo kanë momenti më i bukur gjatë krejt karrierës tëm? Moment veçantë në aspektin që ka ndodhur diçka. Po që të ka pëlqy për shembull një dasëm ose që ka ndodhur diçka që të ka ngel memorie ty. Po, në memorie për shembull kam një rast kur një shoku im në martesë ti, domethënë filloi dasma, të shku gjithçka qysha mas miri, edhe aty kom vrejt një gjatë që më ka bo përshtypje të mirë, një lidhje aq e mirë mes nusës shoku tim edhe nonës shoku tim, një lidhje që s'm kish rastis dikun tjetër me pa. Një lidhje jo vjerë re që i themi ne, po aq mirë, aq jeshëm, as na dhanë me kuptu që kanë dashni sinqert me zveti që s'm kish rastis me pa dikun tjetër. Edhe në fund dasmës i përgëzova, mas ne këm pas edhe ditëlindje të këta, këm pas shumë neja të këta, edhe këm pa që ajo lidhje e asaj natët të martesës djalit, kish vazhdu akoma, edhe psa ata kishin fëmijë, akoma ajo lidhja vjera edhe reja, ishte do me thonë se kësha pa, në asnjë moment. Edhe nusja ime me nanën time, kanë raporte shumë të mira, po jo natë mos që i kësha pa të ta, edhe i kom përgëzu vazhdimisht, kur shkoj, thëma jeni të e mojtë halat dashnin gjithë. Edhe nuk ndryshojnë, interesant është respekt shumë. Mesazh për të gjitha vjerat dhe për të gjitha nuset, ta mbani këtë raport. Edhe për të marë se vinë bashkë, ku këna jo në vinë bashkë, si me qanë nanë e bi, jo re e vjerë. Vinë, bojnë qef, vallëzojnë, pa komplekse, po janë diçka që më ka metë kështu. Ka bu përshtypje. Më ka bu përshtypje shumë të mirë. Jeta artistike mundet më kanë edhe vështirë, besoj. Cilat janë sfidat më të mëdha të një jetës si këngëtar? Sfidat për mua si këngëtar, sfida kryesore është kur çohem pi xhumit me pas fytin e mirë. Se thash është përgjegjësi e madhe dhe domethënë momentin që unë e kam çona pi xhumit edhe e kam fytin mirë, për mua tjera sfida janë kurrë. Domethënë kjo është kryesorja. E tash Bujar sonte ti fitove 10.000 franka bakshish. Po. Edhe nesër është e shtunë dhe diell. E ke pushim, e ke marrë lirë. Po. E do me dalë me familjen tënde. Ku kishe pas qef me shku një javë me bë pushime? Anë Zvicër, anë Itali, anë Kamenic? Për mu knaq. Për mu knaq,
Normal në Hogosht, në Kamenis, në Gjilan, për më knash. Po tash unë shkoj shumë shpesh në Kosovë, se i kam prind, fatmirësisht i kam gjalla koma, inshallah ka një jetë gjatë. Shkon Do me shpesh. thonë shkon shumë shpesh. Edhe unë, edhe nusja, edhe fëmijët shkon shumë shpesh. Do me thonë çdo pushim që e kemi pak pushim, Si udhëtoni ju prej Malpensa apo si udhëtoni për Kosovë? vazhdimisht me Malpesës. Për ku? Se Për tash Tiranë apo? jo tash e kemi lidhjen direkte për Prishtinë. Ka Prishtinë, Malpensa, ka fillu, Prishtinë? Po, Vizairi ka fillu me... Sa mirë. Sa mirë. Edhe shkojmë shumë shpesh, po tash i për pushim normal, si që dim edhe na vetë, kemi nevojë për një deti, kemi nevojë për një plazh, kemi nevojë për një... E për plazh ku të pëlqen më shumë me shku? Ose ku i bën pushimet më shumë? Pushimet i bëjmë në Barcelonë. Në Barcelonë, çati ku mushmi ujë. Që 2009 në Barcelonë shkoj. Do më thonë, muj me thonë që ndër shqiptarët e parë që me pasaport Kosovës, kam shku në Spanjë. Okej, bravo. Edhe E nuk vazhdon ma me ka shku. një, a kanë njoft, a se kanë njoft. Jo me dhe tifozi i klubit Barcelona, dhe atje kam gjithë vetën e rahat, po E kalon mirë. plazhën e mirë, kam plazhën e mirë. Bravo. Është jetë e mirë dhe atje. Bukur. Edhe mua më pëlqen shumë Barcelona. Bujar, kush prej këngëtarëve e ka marrë emrin kot në stradë? E ka një emër shumë të madh, por nuk e meriton për besë. Nuk kisha me folë. S'kishe mujt me fol. Ama e kiti kanë në kry. Në kry kam shumë, ama nuk A janë kisha me- shumë që e meritojnë kot, e kanë kot famën që kanë? Që s'din me kënu live. Janë disa, se unë i shoh disa që kështu e kanë një popularitet shumë të madh, knojnë, kanë emër, po kur i një gjën live, si mja u pashty bishtin me traktor diqysh. Po, si mi me të arran fëtë. Si mi pa me të orran fët, diçka, e kokra, krrrk. Ka, fatkeqësisht ka shumë. Nuk ka shumë, po ka pi tyne, po unë s'kisha dasht me veçuan. Zë, po dhe mos dhe më përishme të. Ja. Anë e mija se, pranaj e ki majtë, pranaj të Ja, tashën të që e ki hynë të seriozët, edhe nuk futesh të Faleminderit. andej. Pranaj s'du pëtu me të ngusë shumë Faleminderit shumë. me shfut lugave. E ndonjë artist që kish meritu me pas hala më shumë popularitet? Po, a ka një që mirë marrë, që pyetje fort. Që meriton me pas emër më shumë. Këngëtar që meriton me pas emër më shumë. Sepse këndon mirë. Unë e kisha veçu Ymer Bajramin, ai ka shumë emën. Ai ka emën. Ka shumë emën, po unë e kisha pas shef me pa si do tjerë që i kanë çmimet, që me thonë, shumë të ndaja, e nuk i meritojnë ato çmime, unë kisha pas shef me pa që ato Ymer Bajramin. Okej. Se ajo është këngëtari që kënon më së miri, për mendimin tim është Ymer Bajrami, që i jap hakun gjithë shkafit. Cili është Ymer Bajrami, su mos për ngatroj me këtë tjetrin, Allah, me këtë... Shumë i ngatroj Ymer Bajramin me këtë... Që që ka këtë tjetri? Ky... Bajram Gigollin është. Me Bajram Gigol, këta dy Jo. muj, se di cili është. Jo. Ymer Bajrami. Po, Ymer Bajrami është tjetër, Bajram Gigollin është Bajrami, këta dy ngatroj shumë unë, Ymer Bajrami. Ky Tullaci, me syza. Tullaci me Po. Ky këndon mirë, Ai Ed- është e këngëtari këtë që i jap hakun gjithë Gigolli- shkafit. Edhe Bajrami është shumë i mirë. Edhe ai është mirë, Edhe është shumë i kërkuar Bajrami, është shumë i kërkuar. Cili është më i kërkuar këta dy? Po tash nuk e di që kanë, unë me Emerin kam, që me thonë, e ndajmë gjithë shka dhe e di që është super i kërkume. Po e tjetri si ka emrin që këndon me Pandorën, edhe me si ka ai Adnan Daci. Daci, po, Adnani. Edhe Adnan Edhe ai këndon mirë, Shumë këngëtar i Ë? mirë, shumë djalë i mirë. Shumë është këngëtar i mirë edhe ai. Shumë djalë pozitiv. Po. Edhe absolutisht. këngëtar shumë i mirë, edhe ai është shumë i kërkuar. Bajram edhe Ymer edhe Adnan ju përshëndesim të treve me qenë se ju përmendëm. Pa harru gjithmonë Afrim Aliu në shërbetin tonë. që është- Frimin e kom pas në emisionin, ata veç tatuazh do të më bëhet një jetë, s'ka më bëj më shumë. Beçen, edhe Beçen do të më ftoj herë, se kena ftu, po s'po mundna më gjetë rendin për më kanë Beça në full ship show herë. Bujar, çu shikon të ardhmen në minutat e fundit të kësaj interviste? Çu shikon të ardhmen tënde? A në Itali, a në Zvicër, a në Kamenic? E përfundimi jot i karrierës apo i jetës? Përfundimi jam shpresoj me një të ardhmë të afërt me konë Kosovën tonë dashën, po do të mjalon gjithçka Zoti që na Pra, ka shkruar. a shpreson apo e jetu e mendu? Jam të mendu, Jetu mendu. Po, jam të mendu faktikisht. A bo trend që të kohët e fundit shumë jetë të mendu kështu? Po, nashta edhe kemi mush men, s'pedi. Jemi mush men, jemi lodh me gurbet. Ka shumë gjana që Edhe u përmirësu situata Ashtu, atje. po. Po, atje dhe ka ka fillu të ndryshu. përmirësu Kosova jonë, besoj që... Pra, jetu mendu për mu këthy? Po, e kam gjithmonë në plane. S'ka gjamat mirë.
Nuk është veç parja gjithçka, se më Jo, ka qenë parja gjithçka, kjo është më para dite dhe mas dite ky. Ja, valla s'moj. Po s'dën. E nuk është veç parja gjithçka. Është edhe jeta, kënaqësia, vendi, kudo që shkosh në këtë botën, sikur mentanin kërkon snihesh. A që kjo motra që pëman që të sahan që... Po dhe lodhë vëlla, 2 duhet për pjetë që një orë. Vetëm punë Zemra këtu ma në kollë. muzicë Regjina. Ma japim me hangër tani masi ta Ja, në okej. E shërbejme në këtyne. Edhe kështu. Po. Edhe 20 kile ta me liqet. Po, mirë. Edhe me mjeldi. Edhe në gjyren e pas katë mirë. Po, absolutisht po që. Bujar i vogël, Zotit Rujt. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë që ke gjetë kohë e Shumë faleminderit. sot pjesë e Full Ship Show. Knaçi e madhe. Knaçi e madhe. Edhe metëm, jo, edhe pyetëm më thapo. Cila është konga e fundit apo konga që ki marrë para si me mbyll? A ki e bo një projekt të ri? Faktikisht unë jam veç këngëtar. Nuk jam kantautor. Okej, pra Tash nuk... unë nuk po muj me shkruaj një tekst mirë se nuk ja kam haberin. Me Okej. bo një këngë të mirë, po duhet me gjetë një producent të mirë, një tekst të mirë. Fatmirësisht ka, po unë të ardhmen menoj, diçka nuk kam një plan afat shkurt, Okej. po menoj diçka me bo, me gjetë një këngë qëllume, diçka të mirë, jo me Okej, bo një sa këngë. reporter ke, Bujar? Repertor, Po. kam goxha, po jo mjaftueshëm sa duhet. Jo mjaftueshëm sa duhet. Në atë kuptimin, po kallzona modest. Sa original që je. Se tash Po, sa mundesh me majt? Vetëm. me përqindje. Me orë. A me orë, sa dush, po ka këngë që nuk i di. Ka këngë që si Ka di. këngë që nuk i di. Këngë t'jugut e din? Nuk isha me thonë që di në një, kështu nuk... jo shumë, nuk jam... Nuk është që di shumë. Nuk jam shumë... Bukur shumë. Shumë suksese, Shumë faleminderit. shumë shëndet, të mira në jetë dhe shumë suksese për djalin tënd, më qenë se Faleminderit që shumë, ka shumë faleminderit. në Është shkollën rrugës futbollist në shkollën e Juventusit në Itali. Është Kjo rrugës është kjo është diçka shumë e mirë, edhe shihemi herë tjera po ja. Faleminderit shumë. Atëherë për fond unë e kisha dashur të ju falenderoj ty si staf, Respekt. Full Ship Show gjithmonë na ka hap derën neve artistëve të ri, për që ju thojza se nuk hyte këta të rit pak ma. Si në mes ku marrë. Absolutisht, ja. Ka një derë që na ka qelë gjithmonë, kemi pas edhe për vitri programit mira, kemi pas. Ju falenderoj sinqerisht, Zotit ju Rujt, uroj faleminderit, shëndet, respekt. punë edhe suksese. Shumë faleminderit Shumë Zotit Rujt, shumë faleminderit, respekt. shumë faleminderit. Shihemi në Gjilan edhe gjatë Patjetër. verës kismet. Patjetër. E mbyllim së bashku Bujar, Marash Loçka, Pruda. edhe ty të falemderit, edhe Faleminderit. stafit tim falemderit, edhe deri javën tjetër nga unë, Bujari Vogël, Marash Pulaj dhe Loçkanat e mi të stafit, më puqe keni. Natën e mirë. Faleminderit.